Ron, si psikolog tregona, a është vërtet që çdo sistem të ri që ne e bëjmë, e hap një dritare të re mënyra si e shohim jetën? Po, sigurisht, shikoni, ne jemi mësuar çdo ditë të konsumojmë kafe dhe për ne kjo është rutinë. Por nëse kafe ne konsumojmë në një vend tjetër, kur udhtojmë, është përvojë e re. E kjo, sipas shkencës së psikologjisë dhe shumë studimeve tjera, konsiderohet si një rivendosje e perceptimit, e pozicionit ton në një hapësirë krejtësisht tjetër, ku përveç se sfidon rutinën ton, na dhuron emocione dhe momente të cilat na ripërditsojnë. Është ngjashëm, sikurse i bëm telefonit ton restart, por thjesht ku është dallimi këtu? Udhëtimi i ruan përvojat dhe të dhënat tona tjetës. Bëhet restart, rifreskohemi, por sërish jemi me ato dhënat tjetës të cilat kemi mundësinë nga pikërisht nga ky proces i perceptimit, ndryshimit perceptimit, mi ndryshu të gjitha emocionet tona që i kalojmë. Pra udhëtimi është jashtëzakonisht i nevojshëm, edhe ta dini që nëse udhtojmë minimalisht deri në 4 herë në vit, jo vetëm që ul stresin, po është gjithmonë për ne një mundësi e re shprese dhe forcon optimizmin tonë jetësor. Roni, dy lloje njerëzësh. Ata të cilët bien në depresion nëse nuk udhtojnë për një kohë të gjatë, dhe ata që bien në depresion kur kthehen pas udhëtimeve. Fillimisht këtu, shiko, të jesh me burnout i bie, tash po lidhem te pjesa e depresionit, se shpesh njerëzit i ngatrojnë këto emërtime. Jo vetëm ju, po në përgjithësi po. Unë me të vërtet kam shoqe të tilla të cilat bien në një gjendje kritike kur kthehen pas udhëtimeve. Jo vetëm një gjë, ajo është ndryshimi i humorit dhe nga efekti burnoutit. Nëse kanë pasur një mbingarkesë të shtuar në punë dhe vendosin që të udhtojnë, por në ambientet natyrore kudo që shkojnë, udhtojnë, mund ta shijojnë, por sërish janë në pritje të një tjetër faze mbi ngarkesë të punës. E kjo i bën të lodhur. Pra akoma efekti burnout nuk është ripërdisuar, nuk është përpunuar. Çka do thotë burnout? Kur lodhesh mendrisht, ndërsa depresioni është krejtësisht diçka tjetër. Është kur humbet sensin për jetë. Pra ky është dallimi. Me burnout ti lodhesh mendrisht nga mbi ngarkesa emocionale, socioekonomike, profesionale, ndërsa me depresion ka të bëjë problemi është definitiv me shpirtin, me gjendjen tonë. Qaron, ha? Lita vesh një ndërhyrje shkurt, 10 sekonda. Si ti kaloj 10 sekonda në ndërprem. Hajde, okay. Filloj. Jo, çto që i thaje a kanë argumente, s'po them shkencore se si me të bëjë debat shkencor. Se ka njerëz që vërtet bëjnë pushime për t'i përditësuar emocionet, për të rritur përvojat e tyre të gjitha dimensioneve, po ka dhe njerëz që shkojnë veç për me u krahasu. Pse anën tjetër pozitive, për shembull, shkon, publikon story, rrjete sociale, ndoshta edhe stimulon tjetrin që me ndryshu rutinën. Stimulon tjetrin për me hi në kredi, ose me hi borxhe, ose me qenë për një udhtim, jo bre, për një udhtim deri. Për me i kriju vetit pastaj një burnout, edhe një gjendje tjetër kushta deri në Tiranë. Nuk po flasim për udhtime deri në Tiranë. Tash po flasim për udhtime ku duhesh me i hyp avionit, me rezervu, e me marrë oferta të cilat kanë kosto të majme, vetëm për me u krahasu. Unë jam për udhtime të cilat lënë mbresat fuqishme, udhtime të ëndruara për në vende ëndrash. Për shembull, mu më pëlqen filan vendi, s'po muj me shku, s'po e them vendin, po du me shku atje dhe jo mi bo 10 mini... Ka aspekti tjetër që kjo duhet me të stimulu, me punu ma te për me fitur, jo veç me ushëtit e me najt në bisht aeroplanit, se kanë shku edhe tjerë dhe lutëm se që shë fillove krejt mjalt, nuk e di qa do të nxjerrim sa. Dhe bindjes time ma shumë e shijon kur udhton me partnerën ose partnerin se sa i vetëm ose me shoqërinë. Tash na qove drejt. Tash, bindja dhe opinionim. Tash, imagjinoni, e tha nderimi me shku vetëm, apo që sa interesant e bëm psikologu debatin. Me shku vetëm... Ardita e ka gati një përgjithë. Po, aratiset, jo veç diçka ta kry. Aratiset, se për me dërët personi, me shku vetën aratiset edhe donë më u zhvendos nga një vend nga vendi tjetër, me u largu nga toksiciteti ose konfliktet që i ka me bashkëshortën ose partnerën, edhe shkon, kur të kthehet, ndoshta është përmisu gjendja. No way, s'ka shansa. Në anën tjetër, në qose shkoll me partnerën, dhe në qose je i konfliktum, atje ki mundësi mi regullu raportet.
sepse se çka është ndryshe. Po pajtona shumë e ty. Jo, e keni mësu që pjesë po pajtona, janë jepe kund argumente. Që tregoj. Unë ta jap një argument. Se unë këtu jam moderator. Veç me rast konkret po du me tregu prej rasteve, unë gjithmonë po flas domethënë me gjëra që na kemi përjetuar, nuk po flas për mend, kemi pas rast të tillë të ngjajshëm që kanë thirr, kanë dashur me anulu qifti, pak para se me u martu, kanë shku atje, mirë, jemi mundu në një formës e tjetër me i binde dhe gjithsesi që nas kemi ndërhyjtë ata, po, okej, vendosën me ustun, ditën e tretë kanë thirr, edhe unë kësy sepse gjanat janë përkesuar shumë. Gjelozia, na i senqë. Problemet besin atë, një ustem s'mundet me zgjidh problemet. Nuk po të përgënjështroj unë, po... Një ustem s'mundet me regullu problemet, ato janë momentale. Ku kur këthesh në realitet vazhdojnë atë. Mja përshë ma e mirë. Se për shembull agjencia ke shmujt mi ofru asistent psikologjik e falës. Ju kemi ofru që po thamune. Ja, i keni ofru asistent psikologjik. Po, para praktisht ata pare se bunis kanë dash me anu. Qa pa mërmanja, kanë qef meshkujt me... A, diqysh Roni, shko bëje një zyra atje të vesa. Shiftë ta kanë qef me shku në daras ma shumë, a bashkë. Qa ka mërmanja? Ardit vesin po të regoj publikisht, une e kam një grua që më kritikon pse s'po udhtoj shpesh. Shumë jam i ngarkum, jo, pse s'po udhtojmë bashkë. Se me të vërtet jam i ngarkum, sinqerisht po, dhe ja kam thonë një herë. Po, më kupton, përpiqet me më kuptu, ama tash ku menu me ndryshu pak. Edhe me që linë të ndryshimit, unë e menaj që kam me udhtu shumë, po veç me gru. Edhe jo pse jam i pandashëm pe saj ose ajo pe meje, po ndryshe e shion ku e një dy zemra, dy njerës. Po na i figur di shka super të bukur. Ardita, këto po du mundohë. Jo, me falë, këto që po e deklaron derimi për shembull është e materializuar, se dikush ka ngarkesa financiare, nuk i arrim i përballu qëto shpenzime atje me shku. Shkoni një jogë. O, edhe me shku edhe në... supozojme në ndonjë vend jashtë Kosove, ose diku në Kosovë, po jashtë qytetit tënë. Kem formë cinike, o Roni, se kem formë cinike që dyher po mi përkthen gabimisht. Edhe ti mu deformim për se... Po. Fëmijët janë qenje senzoriale, edhe senzorët i stimulojnë fëmijët që të jenë më atraktiv, më shumë në disponim, ndërveprimi tyre përmisohet shumë, dhe kjo ndihmon. Duket më tepër ju shijon rën udhtimi edhe dalja prej vendit ku ata jetojnë gjithmonë, atraksione që përfitojnë, se sa vetë vendi. Thjesht ndryshojnë rutinën dhe pastaj gjithkund thotë, ky është vendi ku du me jetu. E kemi një thënje, bota është një libër dhe ata që nuk udhtojnë lexojnë vetëm një faqe. Apo pajtojnë? Shumë me bukur. Jo, unë s'pajtojnë. Shethar? Jo, për nuk pajtojnë. Shën Agustin. Ki drejt, po... Ata që nuk udhtojnë, e kanë lezu vesh një faqe. Apo? Ata që nuk udhtojnë, e kanë lezu vetëm një faqe të jetës. A mund më ta parashtru një pyetje? Në jetën tënde ndonjëherë. Shtroja Shën Agustinit, jo elitës. Jo, po elita e, po veç pak, e drejt elita. Elita e vazhdon me pyetje e unë të përgjigjna. Jo, elita e citoj. Po mirë, atëherë juve këtu që jeni prezent, pyetje për gjithë, a u thoni në kuptimin imagjinar ose vizual diku? Jo, sinqerisht po, sepse këto thënje nuk janë në fakt të përpunuara mirë. Sinqerisht po, nuk janë të përpunuara mirë. Bota na qenë ka veç, ata që nuk udhtojnë, qenë ka veç një faqe që ka lexuar. Shën Agustini, e ka horizonte. Është simbolike kjo, e di e kuptoj po. Cilët kanë shumë rëndësi. Kanë rëndësi, po jo deri në nivelin ekstrem, tash të tjera që nuk udhtojnë, po të tjera që nuk udhtojnë, të diskriminuar. Unë garantoj Roni që nuk mundet një njeri që udhton mos me ndryshu të paktën diçka prej vetës, edhe mënyrës se çfarë jetën. Po flas me studime shkencore, kanë raportu 7% ka ndryshim në lumturinë e tyre se sa në dallim prej atyre që nuk udhtojnë. 7% është dallimi. Mjaftueshëm, 7%. Po i naçës femrinë. Po që do një shembull edhe me po Aronja po pajtosme. Djali jam në shkollë e kam pas faqen dhe po du shumë eksplicit me këtë thënje kështu me undërlidh, nështë ta në njërë shumë literale. Në shkollë e kanë mësu punën e papirusit, në faqe e kanë po. Po papirusin ata kur njëtë se kanë po kështu pra e kanë po veç aty dhe e kanë imaginu që po thushti. Mirë po na, mas një jave kemi qenë Egjipt, edhe kemi qenë veni ku pikrisht është prodhu edhe na kanë tregu mënyrën edhe djali jam e ka fillu me ata me përpunu papirusin vetë. Tregon në aspektin e psikologut,
që të dalim tash. Edhe ki mu binë ma dina për ato, me ranë kundërshtim me fjallë që ka te. Okej, nuk bi asnjë në kundërshtim, se unë... A psikologën së më nëshme zongosh? Arro? Unë 3 apo 4 herë mendoj për para se të flasë. Tu e pa Roni shpesh në panelin tonë, unë e di që Roni do një herë ka qef më në nëzit kështu neve diskutime. Edhe unë po du veç me ngu. Dhe ka bo, realisht. Dialogu, në fakt, debatet, diskutimet, me të vërtet japin tematikës zgjerim. Vesës një herë. Nuk piki, pitjes. Jo, në fakt, shikoni, po flasë kështu hapur, truri kimikisht i reagon 1-2 realiteteve. Ma e mend të. Nëse nuk është e vërtetoni. Ja, tani në mes të emision vërtetoni, a është shkencërisht kjo e vërtet. Truri kimikisht të 2 realiteteve i reagon 1. Cilat realitete? Realitetet vizuale edhe objektiv. Që se thellë fokusohesh në kuptim vizual dhe imaginon vetën pa u ndikuar, po flas një midis shumë të qetë, pa ngacime sensoriale ose stimuje mjedisor. Ti kimikisht truri sekreton edhe serotoninën, edhe endofrinën dhe shumë kimikate tjera. Lidhët ma me jogën ose me namazin, ose me disa ritualet. Roni po thët që na mujmë me jetu 2 dimensione, atë imagjinar dhe atë që e prekim dhe ndjem. Mund ta praktikojmë atë. Mendoj që është shumë ajrën. Po du me qenë, Roni, jo për me ta kundërshtu domosdoshmërisht, po du me qenë shumë i vërtet dhe shumë i sinqert. Deri në moshën 13 vjeçare, unë nuk kam qenë kur në Bregdet. Asnjëherë. Baba im ka punu shumë, nuk e di, rrethonat kanë qenë të tilla para lufta, që mos me u zgjat. Bregdeti ka qenë i përafërt me mua vetëm nga rrëfimet e të afërmve e njerëzve që kanë shku, e më kanë tregu, kam pa foto e të ngjajshme. Dhe unë kam jetu në imagjinatën time me detin se kom dashur jashtëzakonisht shumë, ndoshta edhe nga rrëfimet hiperbolike të atyne që kanë shku. Edhe kom menu që që imagjinata po më qënë det, më sjellshin guacka prej vendeve bregdetare që me u afru sa ma shumë me qato që ata ma rëfejsh. Kur kam shku për herë të parë, po jem kon të mytë bre, të isha me hongër detin, rëren. Do me thonë, imagjinata dhe realiteti janë 2 segmente krejtësisht të kundërta. Me imagjinat shkoj unë në fund të botës, se ka shpejtësinë e dritës, po realiteti dhe prekshme janë krejtësisht. Du mund dojnë pak se Ardita se që të ilonë më pjesën tjetër në sa Erita, po, apëshë që ma keq interpretoj, se absolutisht është. Oke, vishë tu e ki keq interpretu. Nga e kuptu ma shtu. Falemnderit shumë që ishte në Elite Way, e kemi t'i kalu limitin e kohës tonë, por ishte një bisedë relaksuse. Ndërim duhet me bisedu me stafin që ko pas kohë të vëjmë biseda relaksuse si kjo, dhe pse ti as njëherë nuk... Që duhet me bisedu edhe me stafin me më qetësu edhe kërë po më biseda tila. Jo, veç mos eftoni Ronin zbot në rrët.